Shumë qytetarë e përdorin autobusin çdo ditë. Disa për të shkuar në punë, të tjerë në shkollë apo për obligime të tjera brenda qytetit. Një nga sfidat kryesore të transportit publik në Prishtinë ka qenë shpesh numri i madh i udhëtarëve, veçanërisht gjatë orëve të pikut. Në këto situata, problem shtesë paraqitej edhe procesi i kryerjes së pagesës, nxjerrja e kuletës dhe bërja e pagesës. Megjithatë, kjo procedurë tashmë është thjeshtësuar fal aplikacionit kuleta digjitale. Udhëtarët nuk kanë më nevojë të mbajnë para kesh apo të presin për pagesë në autobus. Përmes aplikacionit, ata mund të blejnë online bileta mujore, ditore apo vjetore. Siç edhe po atë në pamje, identifikimi për kuletë digjitale është kaq i thjeshtë, mjafton një verifikim nga punonjësit e trafikut urban. Sipas shefit ekzekutiv nga trafiku urban, Qendrim Vitia, përveç blerjes së biletave online, ekzistojnë edhe kategori të cilat lirohen krejtësisht nga pagesa, siç janë nxënësit, studentët, mjekët, mësimdhënësit dhe kategori të tjera të përcaktuara me vendim komunal. Jemi implementuesi kryesor i kuletës digjitale që ka zhvilluar Komuna e Prishtinës. Fillimisht jemi duke implementuar pjesën e kategorive të liruar nga pagesa me vendim të kryetarit të komunës, zot Provarim Roma. Janë gjithsej 14 kategori të liruar prej pagesës. Këto kategori të liruar prej pagesës janë të obliguar që të aplikojnë përmes aplikacionit kuleta digjitale, të ngarkojnë dëshmitë e tyre të lirimit nga pagesa dhe pastaj zyrtarët e kuletës digjitale i aprovojnë këto kërkesa dhe në telefonat e tyre i updatetohet kjo pjesa e kuletës digjitale dhe mund të shfrytëzojnë transportin publik në kryeqytet pa pagesë. Ndërsa pjesa tjetër, aktualisht në kuletën digjitale, qytetarët e rëndëmt që nuk janë të liruar nga pagesa mund të mbushin me të holla kuletën digjitale përmes kartelave të tyre bankare. Vitia paralajmëron se së shpejti do të krijohen edhe pika fizike, ku qytetarët do të mund ta mbushin kuletën digjitale me para kesh. Në të ardhmen afërt, mbushja e kuletës digjitale mund të bëhet në disa pika fizike që do t'i caktojmë bashkë me Komunën e Prishtinës edhe bashkë me zhvilluesin e aplikacionit kuletës digjitale, si formë lehtësuese për qytetarët që të mbushin kuletat e tyre digjitale dhe të përdoren në transportin publik. Me thonë, në forma tjera, kuleta digjitale është e ardhmja e pagesës së biletës për transportin publik në kryeqytet. Sipas tij, aplikacioni është i sigurt dhe nuk lejon keq përdorime. Çdo përdorues duhet të ngarkojë një fotografi personale për identifikim. Çdo qytetar që e shkarkon aplikacionin dhe e përdor dhe ngarkon një foto të momentit të tina, që në mënyrë që të identifikon kondukterin dhe mos të ketë keq përdorime të kuletës digjitale. Deri tash ka kështu periudhë sensibilizuese më shumë për qytetarët, kemi pas edhe fushata të tjera sensibilizuese edhe nëpër media, nëpër rrjetet sociale dhe nëpër monitor të vendosur brenda në autobus. Ka qenë sfiduese edhe pjesa e informimit të qytetarëve se çysh me e përdorë dhe çysh me uqasë në kuletë digjitale, po besoj që shumica prej tyre tash e kanë marrë vesh. Për pjesën tjetër do të ketë edhe video animacione për sqarime të mëtejme për përdorim të kuletës digjitale. Ne kemi mbajtur trajnime për stafin e trafikut urban, edhe për kontrollorët edhe për konduktorët, që ata të jenë të gatshëm ta përdorin prej userave të vetë dhe prej qasjes që ata e kanë për rolet e tyre, edhe gjatë kësaj periudhe sensibilizuese brenda në autobus konduktorët mund të informojnë qytetarët se si ta shkarkojnë kuletën digjitale dhe si ta përdorin ata. Ai shton se qëllimi kryesor i këtij sistemi është reduktimi i përdorimit të paras kesh dhe lehtësimi i punës si për udhëtarët ashtu edhe për stafin e transportit publik. Kështu me logjikën e thjeshtë ka lehtësuar punën për shkak se ne jemi duke munduar me ikë parave kesh në përdorim edhe nga qytetarët dhe nga konduktorët. Në rrethana tjera, nëse analizojmë morën tjetër, kjo gjatë kësaj periudhe sensibilizuese mund të jetë pak më e vështirë për konduktorët derisa të kuptojnë qytetarët mirë përdorimin e tyre, por në të ardhmen kur të sensibilizohen edhe qytetarët edhe të përdorin shumica e qytetarëve kuletën digjitale, besoj që do të jetë më e lehtë për të gjithë.
Kuleta digjitale është realizuar nga Komuna e Prishtinës. Në fazën fillestare të implementimit, kryetari i kryeqytetit kishte njoftuar se muaji i parë i përdorimit do të ishte falas për të gjithë qytetarët. Qëllimi i projektit është reduktimi i përdorimit të letrës, zvoglimi i mbeturinave dhe përmirësimi i qëndrueshmërisë mjedisore në kryeqytet.